Allahu Gjellë Gjellaluhu kur e ka përmen në Kur'an agjerimin, e ka përmen vetëm në një sure, ajo surja Al-Baqara. Në surën Al-Baqara Allahu Gjellë Gjellaluhu përmen Ramazanin dhe thot shehru Ramadan, muaj Ramazanit në ta ka zbit Kur'ani. Ajeti më herët thot ejamen ma'dudat, ditë të numruara, mirë është me agjëru, thot Allahu Gjellë Gjellaluhu, ditë të numruara. Ajeti pak më herët çka thot? Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Thot Allahu Gjellë Gjellaluhu, o ju të cilët keni besuar, keni deklaruar se jeni musliman, e keni farz të shkruar me agjëru. Para juve kete kanë pas farz me agjëru. E tash deri këtu elhamdulillah jemi në rregull. Kemi besu deklarativisht, shpesojmë edhe prej zemër, po agjërojmë, po e respektojmë prej përjashtë. E Allahu ja e përfundoi këtë ajet dhe tha, e qëllimin a e dini? A e dini pse jeni tonë pa bukë? A e dini pse s'po ju la me pi ujë? Nuk është Allahu Gjellë Gjellaluhu që i duhet ti mos me hangër bukë. Mu paskon që ashtu s'ta qoj ke hiq. Pa i të ka thonë iftar tash ha. Apo mas Ramazanit ha, 11 muj. Qka dha Allahu Gjellë? La'allakum tattaqun. Se që shtu e keni edhe një mundësi shtes murujt për para Allahu Gjellë Gjellalu për i gjenemit. E qka do më dhanë la'allakum tattaqun? Taqwa, tattaqun, muttaqin është term kuranor. Shpesh vjen Kur'an. Shpesh vjen Kur'an. Ata që ruhen, ata që janë të devotshëm, ata që mbrohen për para ndëshkimit Allahu Gjellu Ala. E qka është këtë takvalloku? Takvalloku do më thanë me nxjerr, me steje dhe diçkajit mburoj. Që kjo takvallok në gjuhë. E në islam do më thanë ti me nxjerr me steje dhe azabit të Allahut mburoj. Po s'munësh me mbrojt me prazmore se e djek gjenemi. Vesh një send Allahu e ka caktu ligj. A keni pa kur Allahu diçka e ban ligj, zdrohet. Për shembull, uji e shun zarmin. Ligjo. Me e patin e njeri e ka morë do zarm peqet në uj. Me qëllim ta tjetërsoje ujin. A ka mundësi? Jo, se uji e mund. Allah e ka bo ligj. Apo, ligji i tërheqës në gjithësi, graviteti. A ka mundësi ti me gjujt një gurit që ti përrejaj? Jo, sërej, graviteti e gjumë bojt, e tërheq toka. Kjo e ligj. Apo, zjarmit me jashlu një materja e djek. Sa do më nejnë ta e djek. Apo, e janë do ligji që i ka bo Allah në univers. Gjenemi nuk një materje. Trupijot s'ka takat. Apo, Allahu Gjelluala e bori vësht i sen. Tha vësht takvalloku një kumbo haram gjenemi. Së ne prek. Së në prek ati cili ka takvallok. E si me pas këtë takvallok? E Umar Khattabi me Ubejin kër banë muhabet, qka tha? Tha si rruga me gjemba që rruhësh. Sheikhul Islamu të imi e qëfar tha? Tha është me kry farzin edhe me enal haramin. Apo e Abdurrahman ibn Rajab el Hanbali qka tha? Tha është që ti mi urujt azabit Allahut, idhnimit Allahu Gjeli Gjelalu. E njëri për i djetarëve të tjerë qëfar tha? Ebu Saud tha, takvallok e di qka është? Kur Allahu të ka thanë mos të të shof me një ven, mos të të shofe. Kur të ka thanë mos të të shof që aty, këni pa fëmijës kur i thue mos të të shof që aty. Kur e sheq aty, ti nervozohesh. Apo, kur i thu dikuj që ka ti ki sultan bita, mos të të shof që tu. Tha Ebu Saudi, takvallok është që mos të të shofe Allahu hine në hek ati ku të ka ndalue. Edhe la jefkiduke, ati ku të ka urdhnue mos të mungojsh. Në farz mos të mungojsh, në agjërim mos të mungojsh, në zeqat mos të mungojsh nëse e ki farz, në haqj mos të mungojsh nëse e ki farz. Ati ku të ka ba Allahu farz mos të thush s'ka na valla filani, ata s'ka takvallok. Andaj takvallok s'ka dha Ebu Saud, njërë për komentatorëve të Kur'anit, tha është që Allahu mos të vetë pa ku të ka ndalu edhe me gjetë ku të ka urdhnue. Që kjo takvalloki. Që kjo është takvalloku. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam një ditë për ditëve i tha Aishës radhiyallahu anha wa ardhaha. Tha oj gruaja jeme Aishës, ruju tha pi xhenemit. Ruju pi xhenemit. Edhe se e keni copë hurme. Hurmën e keni pa kur e hani hurmën me e da copën. Ruju, pse? Mësoj ju më rujt.
Mësoj u murujt. E cilat janë madhështit e këtij takvalloku? Në luftën e Bedrit. Lufta e Bedrit është e njohur, lufta e Hakut që ka thujt Allahu xhelalu ala. Lufta më botërore që ka ekzistuar. Në surën Al-Anfal, ajeti 29, thot Allahu te bareke ve teala: "Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." O ju të cilët keni besuar, neve na drejtohet, se na kena dhënë kena besuar. Thot Allahu xhelalu ala: "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Si ti tutni Allahit, aja u mundson mi dallu senët, mi pa senët. Furqan, kanë dhënë dietar, ma tufarriqu bihi bain al-ashya. Ajo më dëzën ti dan senët. E kjo çka është? Me e pa të vërtetën pit kotës. Njëri thot, ka me shkube, mu kanë përzi, na ton, ket ton, do po thojnë çashtu, do po thojnë çashtu. E po kjo në rregull. Kjo në rregull kur njëri s'ka furqan. A keni pa kur dritarja është i mjegullume? E ka mjegulla. Çka dush? Me fshije. Allahu ja thot, a doni me ja u pastru këtë dritare? Ta shifni ahiretin. Ta shifni ahiretin. A e na të pa në ahiretin të dëruar xhamatlia jo? Çfarë është ti që e gjuru? A i të nisi i në gjadet të ahiretit ka xhenetja jo? Nëse nuk e nin që ishtu, një defekt ka. A i të ni që i të rujt për xhenemit ajo? Nëse si të ni, nëse ti veç agjerimin e ki kështu në mënyrë traditës, po qomi, po ham, jo, apo edhe pi mush për qajtorët bas iftarit, apo vetë një betë të zotnit e qajtorëve, mëse kanë një jetë mi mshelë mas Ramazanit, se qështojna të bëtë turë sikur kanë mi mshelë, apo s'besoj që i mshelin. Ena dhanë mas tëre, apo sikur aj ka me mshelë, nuk e mshelë, Allah, nuk e mshelë se aty janë biznes ajo. Hiq mëse ki gale, vallaj mas bajramit stik që aty e kanë. Janë veshti gjanu janë. Shfryzoj këtë dit. A jetë e një që i në gjallë dhe gjenetit ajo? Nëse nuk jetë e një ka një defekt. Nëse ti e merë një udhe, edhe do me mri me një ven, edhe gjatë tanë udhës tu, a jam be të shku të aman? Nëse ti gjatë tanë udhës tu, vallaj që se di, nëse të vej ti pa shortja, a jena në udhe? Nuk e di valla, une po voziti, po drejtoj. Jo, kata. Nale më në kerën ketë, nale. A jena në udhe? Nalu shpesh dhe thuj, a jam tamam, se po ti mund është me hec. Qka tha Allahu gjanë surën El-Kehf? Wa jahsebune ennehum juhsinune sun'a. Ka disa njerës, ata menojnë se janë në udhe. Po s'janë në udhe. Se, a i thotë, s'kanë pak mundaj, ku dalën e dale? Qishme ku dalën e dale? Ti ke dunja, stu që shtu ku dalën e dale? Stu ku dalën e dale? E na për në akhirat dhona, elhamdulillah, na e banëm. Jo, nalu. In tattaqullah, si ti tutësh Allahut, Allahu ti qartëson sejnët. Pse zbriti kjo në surën e Al-Anfal? Sepse ndodhi lufta e Bedrit. Lufta e parë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe lufta e parë e paganëve me Muhamedit alayhi salatu wassalam. E çka tha Allahu në këtë luftë? Tha e dallum më të vërtetë pit kotës, nuk përzihet po kjo punë. Deri në kiamet. E pse dove ju Allah ju jetë përzime? Do Allah dishojnë Islam, do Allah dishojnë Kur'an, do Allah dishojnë te ahireti, do Allah dishojnë që apo i dëgjojnë me gjuhën tonë flasin. Dalin i testojnë njerëzin, i pyesin nudh, sondazh, ti agjeron? Jo, a jetë të thot, une se kam Muhamedit sa pejgamber. Thot çka kum pa hajrin kur gjo. Çështu, pa ja boj iftira. Thot çfarë hajri kum pa unë atina? Subhanallahu alazim. Çiki ka takvallok, këta njerëz kanë takvallok, a e di sa ka që si çim shehen? Ai ka qellu do janë pak më sharlatan dalin folin, apo? Ai do gat vetja shumë i madh atina. A e di sa kanë vezvese që i mojë thot, çka e kum pa unë hajrin këtij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Kia kanë i arabëve. A të thot, ki arabëve akon? Nëse në arab Asje njerja njëherë, kur të flasim për ata të se dojnë me lavdru, thot, edhe këta njerëz janë, apo? A kur të vim të Muhamedit sa thot, ki arab akon? Se ka po hajrin une. Thot, une i kam pejgamber ata që e kam po hajrin. Po nuk ka be pejgamber që të kam dhënë buk me angër. Se s'ka arë pejgamberi për këtë punë. E pitën njërin për djetarve, si ka mundësi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për 23 vjet me e rrotullu historien nga ana tjetër, kush kur mos me mujt më ndrua? Çka ka babe kë njeri për 23 vjet? Vallahi ti me t'i dhon 230 vjet.
s'munësh me bë punën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Apo shikoni që 100 vjet, apo 100 vjet diçka, apo 200 vjet, pse ka ra pushteti muslimanëve. Apo çka ka ndodhur? Orvatje, komplote, kurthe, agenda. Veç mos më kanë musliman. Megjithatë alhamdulillah, prap ka musliman, prap thirrë ezani alhamdulillahi rabbil alamin. Kjo çka ndodh? Sa ai çato 23 vjet shumë ka punuar. Pyet njërin prej dietarëve, çka ka bëu? Mustafa Sadiq al-Rafi'i nga Egjipti. Çka tha? Tha ai, s'ka ndrejt tua. Prit njerën të ndrejt që këtë ndërtesë më zani mirë me tije. Jo. Ai si ja ka nis të humor me njerin. Ai pisi ja ka nis. Por çka ke ardha Rasulullah? Ti me ndrejt. Prit që ti do druhet. Jo, lej druhet një herë. Lej se ti du të me ndrejt një herë. Njani amit të ndrejt dru e pallate, e shtëpia, ama e vlati kanë shku huq. Vetja i ka shku huq. E pejgamberi erdh për 23 vjet. Tha unë po ju ndrejt juve njerëzve. Pastaj nuk ka problem. Kur ta ndrejtësh njërin e ta ndrejtësh pallatin. Sa problem? Ama kur se ki ndrejt njërin, qa ban? Nëse ne këshmi supozu që du në shkup, apo në mahad me një ven, nëse njerëzit i kanë shpijat më të mira, shpijat më të mira, e kanë luksin më të madh, mirë po këtë hasëm janë me zveti. A mundet me thonë njani, valla ma hala, ma e mirë, ma e rahash, ma që si cëli ka 500 metra katror. Njani thotë, po leve ato 500 metra, pa disa ato ruën për njëri tjetër, mos mu vra. Qiko, veç kjo, mos mu vra, pse? Qikur pi pëshonje, dojnë mu hangër me zveti. A, thotë, me malan mu vetur, me mazan udhëna. Thotë, shka me muhe, këja buri malë, për parking rokët ki. A pasaj mi thanë, një maje fejnë Allahu Gjelluale janë i su belbzue. A, thotë, ju në gjami shumë lipni. Për fej po du të me dhanë. A po, e kur ta thire këngtari, thotë, kënobe, thotë, kënash ma shpirtin se. Thotë, sa duhet be? A po, që e shpijin, thotë, leje, a po, se këja buri malë, këtë janë burnijat të sokakit. Burnit e Allahu Gjela është mi utut Allahu Gjela më kanë i moralshëm. Apo, andaj, e ndrejqi njerin, e kur e ndrejqi njerin, hëtë se prishet i tash. Andaj tha Mustafa Sadiq al-Rafi'i, me ardh këtë njerëzit pas ti, mu angazhu, mu mobilizu këtë bashk, hajde ja prish në qitina Muhamedi s.a.s. Se ne prish, pse? Sa e kanë zirë Ebu Bekrin, Omerin, Othmanin, Alijun, Bilalin, Suhejbin, Ebu Ubejdin, Khalidin, Amrin. Hajde prishe. Hajde prishe. A i di besa luftat janë bo, prap së prish. A i di besa komunisti ka provu me e shkatru fejen, prap së prish. Këtu vesh të na, sa komunisti, sa Enverje, sa Stalinje, sa Leninje. Se ka themele ka vnue. E ka nu njerin tokë, i lith me Allahun. Hajle, që ti bajsh një njeri? Andaj tha Allahu Gjelluale, nësi i tut një Allahun, Allahu ja u dalon punt. Pasaj që ka tha, wa ju keffiru ankum min sejjiatikum. E Allahu Gjelluale ja u lan juve të këqijat. Del për para Zotit njeri, ka gjunahe. Allah i thot shiri, ki që të gjunahe, miliona gjunahe. Thot, pi rahmetit tem që mi e drujt muhe, po t'i zonë sikur mi pas të mira. A mu shëfana me ndu? Si të mira mi zonë. Ti ke bo keq, a i thot po t'i zonë të mira. Wa yaghfirlakum, dhe ja u falë Allahu gjunahat juve. Asë gjenet se po t'i fali ketë. Allahu në mundësot mina i falë gjunahat, ja Rabbel Alemin. Pasaj ka thënë, Wallahu dhul fadlil adhim, se Allahu e ka begatine madhe. Vesh të t'ju Allahu pak. Pak të, qikon një mu, shkoj gjisa Allah. Shkoj gjisa, që e ardhë funi. Mjerë për atë njeri cili si ka mbush të ditë me namaz, e me taravi, e me Kur'an. Qish ka me dalë për Allahu gjelë? Qish së mbaj që be sabër, 30 dit be janë. 30 dit. I ki 11 muj pastaj, 11 muj pastaj, mund është me bo qef në hadal. Sa problem? Ama 30 dit, shvizoju. E nëse të ka hik tash gjisa, përmbaju gjisët tjetër. Përmbaju 10 qitë fundit. E përmbaju tekit 10 qitë fundit, ndoshta e kap rahmetin Allahu te bareke ve teala. Elushbi Allahu që Allahu t'i mbush zemrat tona devotshmëri.